Megjithatë, pagat në Shqipëri janë kaq të ulta sa kjo diferenca midis pagës së burrit dhe të gruas duket e vogël për faktin se pagat janë shumë të ulta. Ndërsa në vendet e zhvilluara pagat janë shumë të larta, prandaj diferencat bien më shumë në sy. Pra, krahasimi është relativ dhe s'do me thënë që ne jemi mirë se në fakt diferencën nuk e kemi shumë të theksuar. Ne jemi vendi me pagat më të ulta në Evropë dhe në rajon, pagat të cilat vërtet kanë filluar të rriten me një lloj pompimi shtys, sepse është sektori publik ai që i ka rritur në mënyrë vertikale, po jo, nuk është ndjekur me të njëjtin ritëm nga sektori privat. Pra, vërtet janë rritur, po kjo rritje lë akoma shumë për të dëshiruar dhe duhet të vazhdoj me të njëjtat ritme në mënyrë që t'ju afrohemi pagave të rajonit dhe evropianët. Dhe në fakt si rënditet Shqipëria përsa i përket pagave në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor, por po ashtu edhe me ato të Bashkimit Evropian? Vendi me paga më të ulta në Evropë edhe në rajon. Vetëm Kosova është afër nesh. Mbajmë rekord. Mbajmë rekord. Dhe po të shikojmë pagën mesatare tonën me pagën mesatare të vendeve fqinj të rajonit, Maqedoni, Serbi, Malizi e tjerë, ne jemi 40-50% dënta dhe kuptohet jemi shumë në distancë me vendet e Evropës.